Më dha shaj, mu së më tha, po pëndroj, unë i thash dush me nru. Si ka që? Nuk më tha që ka ndryshu, kështu sinjale nuk muj me i interpretu, po unë besoj shumë fuqeshëm, që nëse dëshiron me shbloku situatën edhe me zgjedh kryetarët kuvendit edhe me konstituu kuvendin, me hina votë kushtetuese, me tentu me bu kryeministër, ai duhet qysh sot me ndru kandidat. A ndron? Ta shumë, nëse ndron, e kuptoj si vullnet për me zhbloku situatën edhe me konstituu kuvendin. Nëse nuk e bën, e shot kundërtën, që s'është vullnet për me zhbloku situatën. Diskutu për një mundësi të koalicion. Po jo, më çfarë, jo më. Po jo, pyetja është e drejtë, po jo bre. Është validu shumë në opinion publik që është të arrit një marrëveshje e madhe PDK VV për një avë gjatë. Krejt analizat se dhe krejt debatet. Më falë se kam me shpërfil pyetjen, se çdo pyetje është legjitime. Jo, çdo pyetje është legjitime, po do me thonë ke krejt kështu jashtë kontekstit, jashtë planit dhe s'ka kur dëgjo për atë punë. Qëndrimi PDK-s ka ndryshu. Krejt çka ka ndodhur sot është e qartë, kom shku me i thonë zotni, në rreje kandidatën nëse ki për një me konstituu kuvendit. Për vetë sa thash se s'jam këtu me dhonë citatet e tuja. Po. Jo, nuk i përmenda. Emna sepse menoj që thash, korekcia është nuk du me dalun jashtë kompetencës. S'është të PDK-s me propozu kandidat kujdo, por të pak të ne jemi korrekt me thonë që qëta si votojmë. Me thonë që Albulena Gjiu s'ka lënë. Tash, nëse dojnë me kalu dikon tjetër, mundësin e kanë. Jo, në momentin që të bëhet kryetari, shumë a letë bëhet nën kryetarët, sepse shikoni nën kryetarët për 120 deputetëve dhe me dashme bloku lëvizjave të ndosje kanë veç 48, që një shumicë potenciale ekziston me i kalu nën kryetar. Çështja e blokadës është nën te kryetari, nuk lidhen nën kryetarët në asnjë lloj diskutimi me kryetarin. A ka me pas ndryshim i mvaret për vetëvendosjes, mvaret për zotit Kurti, nëse dëshiron për ne me zhbloku edhe me studio, unë besoj që del me në arsyetim me ndrën kandidatën në ecim. Nuk jam i bindur që do ta bëjnë gjë të tillë, por tek e fundit përgjegjësia jam është me u mundu me i dhonë venit institucione prej pozicionit që cilin jemi. Shikoni, nuk janë zgjedhja e parë, ama zgjedhjet janë opcion i vërtet. E kemi përmend, nuk kemi diskutu për çushme, po kemi përmend që nëse ka një blokadë, nëse vërtet ka një këmbgulje, një kryenetësi nga ona vetëvendosjes, që me thonë ja Albulena ja heq, me bo ma transish me Zojen Haxhiu që po thu thash se so krejt institucionet e Kosovës, atëherë dorën zamër, ma mirë me shku në zgjedhje edhe njerë. Po. Mire ko për ndryshe, që ka tha, merja këshillën. Po. Më falë, nuk të më dëshire ka qenë me bo takimin qëtu para juve. Nësë më të rajtë, adin pikërisht për me pas ma pak pyetje soj natyre. Unë ke shumë i sinqert, ju të regova që ka kemi full, ju të regova që ka kemi thonë prej anës temë, cilat janë qëndrimet, cilat janë propozimet. Diskutimet, ka një koreksi s'muj me artu me citu unë si reporter që a thëjke zoti Kurti. A i ka qëndrimet e veta, keni me po në ora 10. Më pyetët, a me ndonë se nuk jam i sigur që ndryshon sot. Nuk jam i sigur, së më dha shaj, mu së më tha, po pëndroj, unë i thash dush me nru. Si ka që?